Ngriuni për vendin tuaj, natyrisht që Rama po vetë izolohet dhe ka kaluar një çmenduri duke dalë kundër gjithë perëndimorëve. Nuk e shpëton dot Lubin, s'ka zot. Dosjet janë masive. Kur Shpaku dërgon 16.000 faqe tek Komisioni i Mandateve dhe një kokcep si taula mballa tallet me atë organ të krijuar të mbështetur nga amerikanët, e kuptojnë qartë që ka nisur rokapuja e atij që hiqet si trimi i madh si i fortë, por që është tmerruar nga 3 lindat. Linda e Surrelit, Linda Balluku dhe ajo e Akshit. Natyrisht që ka një postulat. Do të haj pesha e vet. Ka në Shqipëri, Rama nuk do të pyes për Amerikën. Le të pyes Sulejmanin, Ajatollahut dhe cilin do që ka guxuar të dalë kundër fuqive të mëdha, sepse Shqipëria ekziston, jo vetëm Shqipëria, por dhe Kosova, për amerikanëve. Nuk mund të tolerojnë një të lajthitur, të çmendur, i cili jo vetëm që është anti-shqiptar, por duket haptas anti-perëndimor. E pat si u zbyt tek porti i Durrësit, i njëjti fat do të jetë në Sazan. Ç'po ngjet me Iranin? A jep kjo oksigjen Ramës sepse kemi krizë të madhe? Krizat, me sa duket, Trump ka thënë që ne unë kam fitore spektakolare, do të tërhiqem, por shumë amerikanë thotë jo. Vazhdoi deri në fund, mos bëj gabimin e George Bushit parë kur tërhoq në Iraku. Natyrisht që Trump gaboi dhe ranë në grackën e një ignoranti diplomatik si Kushner, i cili tha që ata do na godasin. Por kjo ishte në të mirë të asaj që ai mori një vendim për të goditur një regjim teokratik, diktatorial, antiperëndimor. Mentaliteti njësoj si Ramës. Dhe në qoftë se në Shqipëri e keqja ka një emër Rama, në lindjen e mesme e keqja ka një emër Iran, jo popull. Mullahët, Ajatollahu dhe ajo gardat terroriste që të ngjason pak në ata rojet katërore që ruajnë cep katërorin balla në parlament. Ashtu si në Iran, populli do të marrë në dorë fatin e vet, si thot Trump, doni mat edhe në Shqipëri. Çdo të ende do të kem nga arkivat e Fokusit intervista me personalitete, por do të kem të intervista këtu. Pra, nuk do të jetë si zakonisht komenti të cilin e përcjell tek ju. Sot kam zgjedhur nga arkivi Liliana Hoxhën, e cila nxjerr palarat e bllokut dhe thot me realizëm se kush e drejton politikën shqiptare. Ajo ka qenë ndër të parat që ka nuhatur që një çmendur si Rama do të merrte Partinë Socialiste. Baballarët e tyre nuk i vran sot. I kemi vrarë gjatë 40 vjetëve që i kanë shkuar, 45 vjetë. Sistemi radikalizëm do të qenë të tjerë. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri. Por shumë kush më të thotë që pse kjo dëshirë e madhe e Lilianës të shkruaj, të dalin në ekrane? Keni ju një kauzën tuaj? Së pari, pasi pash introduksionin e emisionit, më duket vetja e padobishme, më duket vetja e kotë dhe çka them më duket fukarallëk, pasi faktet
dhe imazhi ishte kaq dramatik sa çfarë mund të thuash më shumë. A do t'i thotë dikush më fal këtyre njerëzve? Padyshim. Domethënë, e kam fjalën, mua më duket vetja çfarë mund të them unë më shumë nga çfarë jetojnë ata. Ata dhe shumë të tjerë si ata. Por në qoftë se do t'i referojmë pyetjes tuaj konkrete, nuk është se kam filluar sot shkruaj, nuk është se kam filluar të preokupojmë apo të impenjojmë sot. Unë jam e lindur kjo që jam. Unë vetëm kam vendosur të përballem publikisht ose të nxjerr t'i apo i duhet apo jo është punë e tij, nuk është më skrupulli im që çfarë përpunoj brenda t'i jap jashtë. Kur këto që kanë brenda janë në të vërtet dëshmi e historie të gjithë ne shqiptarëve. E dënon Liliana Hoxha, diktatorin Hoxha, i dënon krimet komuniste? Do të ishte civile nga ana juaj? Ose për çfarë dënon? Për çfarë është fajtor Hoxha sipas jush? Shiko, pyetja është kaq e vështirë dhe fillojnë njerëzit, ju e keni vënë re si kanë filluar që nga Ramizalia, dhe do qeshja edhe unë me të madhe me gjitha ta. Jo, dua të them që si fillojnë njerëzit, dikur e shanin, tani kanë filluar ta rivlerësojnë si Ramizalia. Unë dua këtë zonjë Liliana Hoxha, i dënon krimet komuniste dhe diktatorin Hoxha. Duket sikur është e vështirë. Për mua nuk është as pak e vështirë, se unë s'kam pse të bëj dredha dhe s'kam bërë ndonjëherë dredha. Qartë. Unë që në atë kohë nuk kam, domethënë unë si natyrë nuk e duroj dot totalitarizmin. Të majt pra e dënoni totalitarizmin. Totalitarizmin nuk e duroj dot, domethënë totalitarizmin e dënoj. Dhe aspektin totalitarist të komunizmit, të cilin e kam kuptuar vonë, natyrisht që dënoj me forcë dhe domethënë me gjithë qenien time. Izolimin e Shqipërisë nga diktatura e dënon? Tani, pikërisht këtu duhet të ndalem, që për mua është shumë e rëndësishme ideali komunist, që në vetvete unë nuk mund ta moj duke qenë prejardhje komunistësh, qofte edhe edukat 50 vjeçare, apo 40 të paktën, të tjeqim këto 15 vjetë, në atë regjim, kur çdo që mohon gjithçka, mohon veten e vet, nuk ka se si, nuk kam se si mos ketë gjë të mirë, gjë të vërtet në ato 40 vjetë, përderisa është qenia e tij, domethënë, vetja e tij, është vetja ime. Jo pse pata fatin vetë dhe të jetoj në luks, po se isha një shqiptare si gjithë të tjerët dhe prap do kisha gëzimin e rinisë time, bukurinë e jetës në përgjithësi, se jeta gjithsesi është e bukur. Por ama, izolimin nga Hoxha, vrasjen e bashkëpunëtorëve nga Hoxha, e dënon? Pikërisht këtë do thoshja, që aspektin totalitarist në përgjithësi, kurse konkretisht dhe atere, duke jetuar ke Enver Hoxha, unë nuk mund të mbetesha indiferente dhe e bëja përgjegjës të drejt për drejt për pushkatimin e Beqir Ballukut e këtej. Do me thënë unë njifja aspekt të ekstrem, vetëm këto raste, luftën e klaseve e njifja teorikisht, e njifja thjesht si një parim marksist-leninist i socializmit. Besoni që është bërë egër lufta e klaseve? Jashtëzakonisht e besoj tepër dhe jam traumatizuar dhe më vjen keq që nuk e kam njojtur në dimensionet e vërteta që atyre. Do me thënë që do të apsonin dhe fëmijët. Unë këtë e kam parë vetëm me rastin e Beqir Ballukut e këtej. Do me thënë nga 74 e këtej. Aja keni thënë Hoxhës, ju, bashkëshorët e juaj, që baba, kemi thënë, e ka thënë edhe Sokoli, edhe Sokoli dhe Sokoli e ka shprehur këtë, natyrisht ai ka përgjigjen e tij në bazë të legjislacionit. Kështu që, megjithatë, unë do ta klasifikoja kështu. Unë personalisht bëj përgjegjës Enver Hoxhën për krimet e komunizmit, për çka është shkruar e zezë në të bardhë që ka sjell
jo si pasoj, se pasojat i kemi bërë vetë, kemi luftuar njëri tjetrin, po çka ka sjellë si detyrim totalitarizmin? Çka është e shkruar që përcakton metoda apo aplikim totalitarist, nuk mund të thuhet që Enver Hoxha nuk ka përgjegjësi. Pavarësisht që për legjislacionin e kohës, ajo ishte një gjë normale. Unë diti ndaj, do më thënë, ndjeshmëria humane duhet të bëj këtë ndarje, që megjithse ishte e justifikuar me legjislacionin përkatës, krimi politik, vrasjet mbeten vrasje dhe janë njësoj të dhimbshme. Le të them, Lilian, një nga ta personazhet që foli është dënuar për agitacion e propagandë. Ka sharë shëndsi ka. Është normale këtë legjislacione që për një të sharë dikujt i hike jetës jetë njeriu? Pa dyshim që jo. Por Oli Ramizalis, ju jeni nga të vetmet nga pjesë e bllokut që keni qenë demaskuse, e guximshme do të thoja, nga njerë kam qenë dhe xheloz se ka kaluar dhe më tepër dhe se unë në emisionet e mia. Ka që Zoti ka qenë ky Ramizalia? Që arriti të me këtë lloj finokrie të shpëtoi Hoxhës? Unë me të vërtet... Dhe tjetë akoma në loj? Pa. Unë me të vërtet befasojmë se çdo njeri thot ka që Zoti, doli me i Zoti, përveç krahasimit pejorativ që ka që keq, ai i bëri të gjitha. Mua nuk më duket Zoti si ti jesh spion. Mua më duket ti jesh i varfër. Ka qenë Alia spion? Ka qenë totalisht spion, ka filluar që 17 vjeç, i arrestuar disa ditë përgjatë luftës nacionale shqiptare apo në kohën e ilegalitetit, çka i ka thënë dhe vetë, ato se mos gaboj ca precizione, do më thënë mund mos jem precize tani, është arrestuar dhe liruar pas disa ditësh, është rekrutuar atje si agenti i SIM-it. Po i UDB-s është prej ardhjes bosnjake, i KGB-s me kalimin e kohës për vetë faktin ashtu. Për vetë faktin, vetë Shqipëria që ishte pjesë e blokut të lindjes. Jo, unë them që jo. Unë them që jo, absolutisht jo. Si arriti Ramizalia të na shman? Dhe, akoma. Dhe akoma. Lidhje me dëzjem byron, me anën e franceze apo me atë pjesë të perëndimit që konsiderohet me interesanti shqiptare ndaj Shqipërisë, proslav, edhe jas falis, pse jo unë do ta mendoja edhe me tendenca ose me lidhje të rrezikshme fundamentaliste. Zonja Hoxha, do doja ta ndryshojmë pak termin e bisedës. Unë do t'ju them një emër dhe do doja nga ju o një fjalë ose dy një përkufizim. Për shembull, Ramizalia. Me një fjalë. Nyja plak e agjenturës shqiptare të vjetër edhe të re. Edi Rama. Terrorist. Nexhmia Hoxha. Pjesë e setit të agjenturës. Enver Hoxha. Bazament i ekuilibrit moral dhe identitetit shqiptar lën me njanë ideologjinë dhe komunizmin. Hysni Kapo? Para rendës i Ramizalis. Bamir Topi? Gjë e bukur shqiptare. Sali Berisha? Delirant pushteti. Kadri Azbiu? Pjesë e agjenturës. Xhelil Gjoni? Pjesë e setit, pjesë e kupolës, Alia Kapo Xhuglini. Vito Kapo? Një nga 3 të kupolës. Ilir Meta? Fshatar, ambicje fshatari për pushtet. Fatos Nano? Hor pushteti. Spartak Ngjela? Pjesë e klanit Ramiz, Alia, Vito Kapo dhe Xhuglini. Alfred Mojsiu? Midis korrupsionit dhe autokracisë së qeverisë mbi presidentin. Liliana Hoxha? Rëndon kjo e dyta, do me thënë, këtë s'do isha dakord. Liliana Hoxha? Po që se
Një fjalë, si e gjykon jo, veten? Unë e gjykoj veten shërptore të opinionit publik. Robert Papa? Në qoftë se kjo duket modesti, ta pranojmë ambasadore, Robert Papa? njeri i lirë. Tani si do t'i përgjigja Shyrën? Gjoni arrogant, Vito Kape dhe Rudra Klani, Ilir Meta Ngulmurës, Matos Nano do thoje liberal, Spartak Ngjela Krenar, Alfred Mojsiu me fat, Liliana Hoxha misionare. Robert Papa jo i sofistikuar. Patëm një pasazh tek newset që kontrabanda duhanit ka paguar për udhëtimin e Ramizalis. Flitet shumë për thesarin, janë rreth $300 milion të zhdukur në New York nga Ramizalia. Çfarë faktesh mund të më sillte zonja Liliana për këtë? Dihet që i biri Alis është drejtor bank, ka punuar drejtor banke dhe është në një bankë në Francë. Ku ka shkuar thesari ynë i shqiptarëve? Unë faktet të drejtë për drejta nuk kam se si të kem, por kam fakte indirekte që kanë të bëjnë me presionet ndaj ne. Po, pikërisht. Duke folur pak për presionet që bëhen ndaj nesh, unë mendoj që është dritë në të vërtetën. Ta fillojmë. Flamurin. Sokol Hoxha dhe Liliana Hoxha kanë Sokol Hoxha dhe Liliana Hoxha nuk kanë asgjë. Por unë dua të zbërthej që mendoj që Enver Hoxha nuk ka asgjë personale dhe në qoftë se ka diçka të transferuar, që s'është transferuar, do të thënë që në kohë të tillë, por sidomos kjo e 90-s. Është tjetër gjë, nuk duan t'i ngatrojmë gjërat. Kush kanë qenë njerëzit, më fal Liliana, që kanë pasur firmën e kodeve, se ka pasur valutë. Pikërisht për këtë dua të them. Sa kohë që ka qenë Enver Hoxha, ta lëmat është shumë e vjetër koha e Enver Hoxhës. Pas, do të thonë, natyrisht që ka pasur dieni ai, pa dyshim Neçmi Hoxha, mendoj, nuk jam e sigurt, po nga analizat e mia dhe nga çfarë ndodh. Bashkëshortja? Jo vetëm bashkëshortja, po për rolin e saj pas edhe deri sot. Kudo në Shqipëri.